Dashi, sot është një ditë e veçantë për të krijuar lidhje më të thella me ata që i do zemra jote është e hapur dhe gati për të shprehur në dashuri, ndaj mos hezito të tregosh ndjenjat e tua. Në punë mund të ndihesh i sfiduar, por mos humbas besimin te vetja. Energjia që ke do të të ndihmojë të gjesh zgjidhje kreative për çdo problem që të del përpara. Financat duken të qëndrueshme, por mos e tepër me shpenzimet e panevojshme. Kjo është një kohë e mirë për të reflektuar mbi qëllimet e tua afatgjata. Meditimi do të qetësojë mendjen dhe do të të ndihmojë të fokusohesh. Mbaje veten të balancuar dhe mos harro të gëzosh momentet e vogla që të sjellin lumturi. Demi, qielli i sotëm jep një ndjesi të qetë dhe të qëndrueshme. Në punë, përpjekjet tuaja të fundit mund të sjellin disa suksese të vogla që inkurajojnë besimin tuaj. Mos hezitoni të ndani mendimet tuaja me kolegët, pasi idetë tuaja do të vlerësohen. Në çështje të zemrës, një bisedë e thellë me partnerin mund t'ju afrojë më shumë se kurrë. Nëse jeni beqar, është dita ideale për të ndjekur intuitën dhe për të marrë një hap drejt dikujt që ju intereson. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohuni në kursime. Sot merrni pak kohë për të relaksuar dhe për të reflektuar mbi qëllimet e ardhshme. Një ecje në natyrë mund t'ju ndihmojë të ndriçoni mendjen dhe të mbani shpirtin të lehtë. Gënjakët. Ndërsa agimi mbush qiellin me dritë, zemra juaj ndriçon nga një ndjesë i errë optimizmi. Sot komunikimi është çelësi që hap dyert e reja në marrëdhëniet tuaja. Në punë, një ide e freskët mund të sjellë një frymë të re dhe të ndryshojë rrjedhën e projekteve tuaja. Mos hezitoni të ndani mendimet tuaja, pasi bashkëpunimi do t'ju ndihmojë të arrini më shumë. Financat kërkojnë kujdes të veçantë, ndaj planifikoni me kujdes dhe shmangni shpenzimet impulsive. Në dashuri, një bisedë e hapur dhe e sinqertë rreth ndjenjave do të forcojë lidhjen me partnerin tuaj. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të ndesë shkëndijën e aventurës. Merrni kohë për të qetësuar dhe për të qenë të pranishëm në momentin e tanishëm. Gafuria. Dita e sotme do të sjellë një val energjie të re që do t'ju mbush me frymëzim. Detajet e vogla do të bëhen thelbësore në marrëdhëniet tuaja, ndaj kushtoni vëmendje dhe mëshirisë dhe mirësisë. Në punë mund të përballeni me sfida të papritura, por qëndrueshmëria juaj do të shpërblehet. Kërkoni zgjidhje kreative dhe mos hezitoni të ndani idetë tuaja. Financat mund të kërkojnë disiplinë më të madhe, kështu që planifikoni buxhetin tuaj me kujdes. Ndërkohë, një mik i vjetër mund të kërkojë ndihmën tuaj, ofrini mbështetje dhe ngrohtësi. Kërkoni qetësi në natyrë ose në një ambient të dashur për ju, për të rigjetur paqen e mendjes. Lëreni zemrën të udhëheqë dhe besoni në intuitën tuaj. Luani. Mëngjesi ju mirëpret me një ndjenjë energjie të freskët, duke ju inkurajuar të përqafoni ditën me optimizëm. Në punë mund të hasni një sfidë që kërkon kreativitetin tuaj të natyrshëm. Mos kini frikë të shprehni idetë tuaja, ato mund të sjellin një ndryshim pozitiv. Në aspektin financiar, është koha për të bërë një plan të ri kursimesh, duke shmangur shpenzimet e panevojshme. Dashuria kërkon durim dhe përkushtim, ndaj kushtojini vëmendje partnerit dhe ndjenjave të tij. Ndonjëherë, një gest i vogël mirëkuptimi flet më shumë se fjalët. Ndërsa dita ecën, gjeni kohë për të reflektuar mbi gjërat që ju bëjnë të lumtur dhe të qetë. Qielli ju përkrah në udhëtimin tuaj drejt vetëpërmbushjes. Virgjëresha. Sot do të ndihesh më i balancuar dhe në paqe me veten. Një detyrë e vogël që ke lënë pas dore mund të kërkojë vëmendjen tënde, por me pak përqendrim, gjithçka do të shkojë mirë. Në jetën sentimentale, një bisedë e sinqertë me partnerin do të ndihmojë për të forcuar lidhjen tuaj. Nëse ke qenë duke menduar për një projekt të ri në punë, është kohë e përshtatshme për të marrë iniciativën. Financat do të kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, ndaj shmang shpenzimet e panevojshme. Të mbytur nga detyrat e përditshme, mos harro të gjesh kohë për të relaksuar dhe për të ndjekur pasionet e tua. Një shëtitje e shkurtër mund të sjellë frymëzim dhe qetësi shpirtërore. Dita do të përfundojë me një ndjenjë të këndshme arritjeje. Peshorja. Sot, zemra jote do të ndjejë një harmoni të veçantë, duke të tërhequr drejt lidhjeve më të thella dhe më kuptimplota. Marrëdhëniet romantike do të përfitojnë nga sinqeriteti dhe ndershmëria, ndaj mos hezito të shprehësh ndjenjat. Në punë, balanca do të jetë sekreti yt i suksesit. Mund të shfaqen mundësi të reja që kërkojnë një qasje të mirë ekuilibruar. Financat do të kërkojnë kujdes të veçantë. Është koha e duhur për të planifikuar buxhetin dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Sot, gjendja jote shpirtërore do të ndriçohet nga një ndjenjë paqeje të brendshme. Merr kohë për reflektim dhe gjej kënaqësi në gjërat e vogla. Beso në intuitën tënde dhe lëri yjet të udhëheqin drejt qetësisë. Akrepi. Ndërsa dielli ngrihet këtë mëngjes, një ndjenjë e qetë ju përshkon.
Zemra juaj kërkon harmoni dhe sot, dialogu i sinqert me partnerin tuaj mund të sjellë afërsi të reja. Në punë, sfidat që keni përballuar së fundmi do të duken më të lehta për t'u kapërcyer. Një mundësi e re financiare mund të trokas në derë, është koha për të qenë vigjilent dhe për të menduar strategjikisht. Ndërkohë, mos harroni t'i jepni vetes pak kohë për t'u qetësuar dhe për të reflektuar. Një shëtitje e qetë në natyrë mund t'ju ndihmojë të gjeni përgjigjet që kërkoni. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se durimi është çelësi për të kapërcyer çdo pengesë. Lërja vetes të udhëhiqet nga instinktet që kemi. Shigjetari. Në këtë dikë të shkurtit, energjitë kozmike ju ftojnë të hapni zemrën dhe mendjen. Në dashuri, është momenti ideal për të zgjeruar horizontet emocionale dhe për të pranuar ndjesit të reja. Komunikimi i sinqert me partnerin do të sjellë një afërsi më të thellë. Në aspektin profesional, planetët ju nxisin të qëndroni të fokusuar dhe të besoni në potencialin tuaj. Mundësitë për rritje janë afër, mjafton të tregoheni të guximshëm dhe të vendosur në qëllimet tuaja. Financat mund të kërkojnë një vëmendje të veçantë, kështu që kujdesuni për menaxhimin e shpenzimeve. Sot do të ndjeheni të mbushur me optimizëm dhe krijimtari. Meditimi ose një shëtitje në natyrë do të rrisë harmoninë tuaj të brendshme. Britsjapi. Dita e sotme sjell një frymë të re për ju, duke ju ftuar të reflektoni mbi qëllimet tuaja dhe të rishikoni prioritetet. Në dashuri, është momenti ideal për të ndarë ndjenjat dhe për të forcuar lidhjet ekzistuese. Besimi ndaj partnerit do të shpërblehet me një afërsi të veçantë. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do të jetë çelësi për t'i hapur rrugë mundësive të reja. Mos keni frikë të shprehni idetë tuaja dhe të merrni iniciativa që do t'ju çojnë përpara. Financat kërkojnë kujdes, një menaxhim i kujdesshëm i shpenzimeve do t'ju japë qetësi shpirtërore. Hapni zemrën për misi të reja dhe angazhohuni në aktivitete që ju sjellin kënaqësi. Sot është dita për të kapur çdo moment dhe për të përqafuar energji pozitive. Ujori. Sot, universi ju dhuron një energji të veçantë që do të ndihmojë në zgjidhjen e disa çështjeve të pasgjidhura. Në dashuri, komunikimi i sinqert dhe i hapur me partnerin do të thellojë lidhjen tuaj. Mos e nënvlerësoni fuqinë e një bisede të thjeshtë për të zgjidhur keq kuptimet. Në sferën e punës, një mundësi e re mund të trokasë në derën tuaj. Merrni kohë për të vlerësuar situatën dhe mos nxitoni në vendime. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Ndjesia e përgjithshme e ditës është pozitive, me një ndjenjë qetësie dhe harmonie që ju rrethon. Meditimi ose një shëtitje në natyrë do të forcojë ndjenjen tuaj të mirëqenies. Gëzoni këtë ditë me të gjitha ngjyrat që ofron. Peshqit. Sot do të ndjeheni të mbushur me ndjesi të thella, gjithçka duket sikur po merr një kuptim të ri. Në dashuri, hapni zemrën dhe lejoni që ndjenjat të rrjedhin natyrshëm, pasi dikush i veçantë mund të jetë pranë për t'ju dëgjuar me vëmendje. Në punë, ju këshillohet të fokusoheni në detajet e vogla, pasi ato mund të bëjnë ndryshimin që kërkoni. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Merrni pak kohë për veten dhe kërkoni të kuptoni motivet tuaja të brendshme. Një shëtitje e qetë mund t'ju qetësojë mendjen dhe t'ju sjellë qartësi. Mos hezitoni të ndihmoni dikë që ka nevojë për këshillën tuaj. Buzëqeshni dhe lejojeni ditën të zhvillohet natyrshëm.